Si ndjehet një pastor kur jep gaz motorit në 100 km/h? Se duhet një motor që të kujtohesh se je gjallë nëse ke frymën e shenjtë. Ke frymën e shenjtë dhe je gjallë dhe ajo që të mban gjallë është shumë më e fuqishme se sa adrenalina e motorit. Keni ndjesinë që Zoti ju flet më qartë në kthesat e rrugës apo në sallën e kishës? A është mundur të jesh ungjillor autentik pa u bërë influencer? Patjetër që është e mundur. Në shtëpi kush është më pastor? Akili që predikon apo Linda që korrigjon? Pastori që është pastor. Në rrugën e jetës, çfarë është më e rëndësishme? Të mbërrish në destinacion apo të mbetesh i ndershëm gjatë udhëtimit? Pyetja ka në thelb përgjigjen brenda. Cili është sekreti ungjillor për të mos u lodhur nga i njëjti person çdo ditë? Besimi është pjesë e jetës edhe normalisht shqiptarët besojnë tek Zoti.